وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه إلى يوم الدين. تجد falënderimet dhe adhurimet dhe mirënjohjet dhe lavdit janë për Allahun fuqiplot. Allahun e adhurojnë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojnë. I lutemi Allahut me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të larta, të plota, të jashtëzakonshme, të mrekullueshme, dhe vetëm prej tij dëshirojmë që të na ndihmon dhe të na lehtëson dhe imanin ton të na plotëson. Përshëndetje dhe shumë selame dhe shumë përkthime miradije për Allahun, të dërguarin Allahun, për vullën e pejgamberit, që nuk ka pejgamber pas tij, për familjen e tij, për shokët e tij, për mbar ummetin e tij, deri në ditën e kiametit, dita e kataklizmit, dita e drejtësisë, dita e mahtarisë, dita që nuk do të ketë ditë më pas asoj dite. Të nderuar vëllezër të dashur, të bekuar xhamat dhe populli im i dashur, fuqimisht ju përgëzoj dhe e lut Allahun që të shtoj udhëzimin dhe furnizoj stabilitet në furnizim në udhëzimin tonë. Të nderuar vëllezër, sot në këtë hutbë të bekuar, në ditën më të mirë të javës, në ditën më kryesore të ditëve tona, në ditën e xumës, dita e tubimit, dita e kryerjes së obligimit kolektiv ndaj krijuesit, ndaj furnizuesit, ndaj vetëmit pushtetar i cili është pushteti i tij i vazhdueshëm dhe kurrëherë nuk përfundon ndaj Allahut. Në këtë ditë kur kryjmë obligimet tona, kur mësojmë dhe shtojmë dashuri, respekt dhe harmoni në mesin tona. Të dashur vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullahi në këtë ditë do t'ju shpjegoj një hadith të madh për të cilin tregon pejgamberi alaihi salam për dy pejgamber të cilët ishin para tij. Thot pejgamberi jon alaihi salatu wassalam se Allahu e ka urdhëruar Yahyan birin e Zekerias, dhe dy pejgamber të babë e bir pejgamber alaihi salam, që që besojnë në bestiali dhe ato t'i kryjnë dhe t'i spadojnë dhe tyra dhe obligimet që dali për këtyre 5 porosive dhe t'ju tregon benu Israilve. Sot i thoi se i thot Yahya, o Yahya, Allahu t'ka obligu me 5 porosi, apo i thua benu Israilve, apo ju tham une, tha Muhammedi alaihi salam, se ka thonë Yahjaja i biri Zekeria, nëse ti ju thu e une nuk e kam zbulu këto porosi para në mortit tim, atër është rrezik të më shumë toka dhe apo të më rrot në një dënim i Allahut. Atër i të banë në shtëpinë e Allahut, në Bejtul Maqdis, në Qudzin Sharif, dhe ju thot benu Israilve, o benu Israil, o popullim, a ju në rrëtë qështu, o popullim, Allahu nga obligu me 5 porosi, une jam të i kry për veti, tash jam duke e përcjell ato porosi para juve, se edhe ju i të obligu me këto 5 porosi. Porosia e parë, en ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Porosia e parë është ta adhuroni Allahun të vetëm dhe mos t'i bëni shoq atij asnjëherë. Se shembulli i atij që i bën shoq Allahut, shoq Zotit, i përgjithson atij rrugtorit, atij shërbëtorit, atij punëtorit, i cili punon dhe së shefit një vazhdu harashin e pore që ka fitu fund, shkronja jeshtë të këmi. Shkronja jeshtë dhe ja u vërdon fitimin tjetër kuj. Por
jetë, kur ta e që një falë në mërë, një po një këqyrë, atë ku e të kokën e ti në sejtë, thot Allahu ja largon këtyre e ti dhe i këtyre të ati. Obligimi dhe porosia e tretë është, thot me agjeru muaj e shajtë Ramazan. A i cili agjeron muaj e shajtë Ramazanit, i bënxon ati personit i cili e ka një shishe me tarkën, apo me gjëtë, thot era e gojës të agjerusit, se Allah është ma e mirë dhe ma dashur, se sa era pasumit. Porosia e katër që ka porosit Allah është se jasë një sadat, ta i cili jetë sadat, mbrohet të gjave të mehnamit, si kur të ati personit që dojnë me ekzekutu për vdekje, edhe ajnë momentër, nëse unë e juve ju dhonë një qyp me lira, dhe kejtë atë që e kam të shpia, kam polet jeta ime, për polet jeta jote, ashtu si kur të kërë që dojnë jetën e ti, prej shlenimit dhe ekzekutimit për vdekje, ashtu për që e shpetoni jetën e juaj, edhe e shpetoni trupin e juaj, prej gjenimit zotit, nëse jetë një sadat dhe jetë një sadat të zotit. E përta që ka porosit Allahu, pa është ta përmendni Allahu vazhdimisht, ta i cili e përmend Allahu vazhdimisht, mbrohet prej kurthave të shejtanit, sikur se ai i cili ik pe armikut e tij, dhe mbrohet me një stikame, mbrohet me fortifikat, mbrohet me handek, ashtu është i mbrojtur prej vezveteve dhe prej qytjeve të shejtanit, ai i cili e përmend Allahun në vazhdimsi. Prandaj për pejgamberi alayhi salatu wassalam, une thot kjo është porosia e Jahjas për popullin e vet. Kurse unë thot juve se ju porositi, edhe une me pesë porosi. Porosia e parë, fa respektoni fortë e juj, respektoni prindrit e juj, respektoni ata të cilët i keni para juj, ju keni besu, dhe respektoni. E dyta, fa keni kujdes, runë të amanetin e juaj. E treta, kur vjen koha për ta mbrojtur fesve, shërbim fatonit tuaj, dhe nderve, edhe ftyrën dhe erdhën dhe namazit tuaj, mbrojme se ta e shënohet lukë të shajtë në rrugën të Allahut, e katërta, largonu, distanconi, shpërmbuluni, pa preja për shoqërije, preja si vendi, ku ju shkatron parimet e moralit e juaj, dhe e pesata, keni kujdes, mos jeni dorë prej bashkëllokut juj, prej parimeve të tubimit, të xhamatit, të shoqërisë dhe të kolektivit tuaj. Ta i cili largohet prej xhamatit, para hambulla dele që largohet prej kopet, ashtu ta e han shejtani dhe e largon dhe aktivizon dhe e shkatron besimin dhe imonin dhe e largon ai që largohet prej xhamatit dhe prej njerëzve dhe prej shumicës në përgjithësi. Dhe po pejgamberi alayhi salam, wallahi, nuk ka troj imami, ai i cili e lën xhamatin e vet, e lën xhamin e vet, e lën tubimin e vet, e lën interesin kolektiv të vetit, për interesat e tij personale, ka edhe në qoftë se një plot largohet prej tyne, ne ta din se largohet përgjithësia dhe obligimi dhe urdhënimi i Allahut që t'jetë ai person në hijen dhe obrellën e Islamit. Të dashur vëllezër, të dashur, thoni pejgamberi alayhi salam, edhe nëse agjeron edhe nëse folet, pa edhe nëse agjeron edhe nëse folet, e njëjtën kohë nuk ju bindet urdhrave dhe t'jetë afër tyne, pas ai nuk i panohet dhe i shkatërrohet çdo gjë. Prandaj të dashur vëllezër, kjo është këshill e madhe që keni kujdes, ta ruajini njëri tjetrin, ta ndihmojeni dhe ta respektojeni, dhe t'i japni gradë mbështetje atij i cili i tutët Zotit, e ndëron rrugën e Zotit, e din vendimet e Zotit, dhe është shërbimi e asaj që Allahu kërkon dhe i dërguar i tij porosin. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إذا اشتفيال دوك اشبرسو شبرني من الله كتا فال ليلة كتوني فالي في الله تا الله بزوهر كورتي فالي يوبن فرزتي فالي للزمان الله أخوات النالسو